Shif provat e tjerëve. Shif tjerët çfarë po vujnë, si po vujnë, çfarë kanë. Zbatohet porosinë e Muhamedit alayhis salam, i cili tha: kur ju ndodh diçka, shifni ata që janë poshtë jush, ata që janë nën ju. Atëherë do ta kuptojsh se sa të mirat ka dhënë Madhi Zot, Allahu xhelle xhelaluhu. Atëherë do ta kuptosh se kjo e keqe që të ka rënë apo vështirësi që po kalon nuk është asgjë përballë mirave të mirave të Zotit që të ka dhënë Madhi Zot, Allahu xhelle xhelaluhu. Fama bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo të mirë që e keni prej Allahut. Prandaj mos i humb shpresa. Prandaj mos mendo keq. Përballu me sprovën, mos i ik sprovës, mos u arratis sprovës, mos u fsheh prej sprovës, mos kalon stres apo në depresion prej sprovës, po përballu me të. Po përballu me sprovën. Konsultohu, pyet. Se Allahu xhelle xhelalu ka premtuar: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata që mundohen, Zoti do t'u çelë rrugët. E mos thuj po ngushtohet dhe po ngushtohet. As mos thuj po errësohet dhe po errësohet. Jo. 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 Se sa herë që errësohet dhe ngushtohet do të thotë se po vjen lirimi, po vjen lehtësimi.